Vëllaznimin brëm ka humbur kundër Bashkimit në palesën e sportit Shaninushi me rezultat 61-67. Mysafirët nga Prizreni që nga çereku i parë ishin më të mirë se vendasit dhe dominuan lojën. E çerekun e parë fituan me rezultat 16-14. Edhe në çerekun e dytë Bashkimi dominoi ndeshjen duke shënuar me shumë pikë se Kuqezint dhe ky çerek ju takoi dhe fituan 17-13 dhe semafori në pjesën e parë tregonte shifrat 33-27 për Bashkimin. E çereku i tretë ishte më i miri për gjakovarët. Ata arritën me mbrojtje të fortë dhe me efikasitet të shkrijnë epërsin dhe çereku i tretë ju takoi vllaznimit me rezultat 19-13 dhe rezultati i përgjithshëm ishte i barabartë 46-46. E derisa mendoi se vllaznimi u kthye në lojë, ndodhi e kundërta. Kuqezit nuk ishin në gjendje ta vazhdojnë efikasitetin e çerekut të tretë dhe shënuan në çerekun e katërt vetëm 15 pikë. E Bashkimi në këtë çerek ishte më i saktë, duke shënuar 21 pikë dhe kështu e përmbyllin ndeshjen me fitore 61-67. Me këtë fitore Bashkimi është në vendin e parë në Superligën e Kosovës me 39 pikë, e ndjekur nga Trepça që ka vendin e dytë me 38 pikë. E vllaznimi është në vendin e pestë me 34 pikë.